Pamje që shërojnë. Sekrete qetësuese të natyrës. Natyra ka një gjuhë të heshtur që rrallë e kuptojmë, por që shpesh ndikon më shumë se çdo fjalë ose një kim. Ajo shëron mendjen dhe shpirtin në mënyra të thjeshta, por të fuqishme. Çdo pemë, çdo lumë, çdo mal dhe çdo kafshë bart në energji që largon tensionin dhe rikthen ekuilibrin e brendshëm. Kur shikojmë një lumë të qetë që rrjedh ngadalë, ndjejmë si mendimi i zhurmshëm brenda nesh fillon të qetësohet. Valët e ujit përplasin lehtë mbi guret dhe krijojnë një ritëm të qetë që na fton të ndalojmë, të shikojmë dhe të frymojmë. Uji nuk nxiton, ai nuk ka presion, ai rrjedh thjesht. Dhe në atë rrjedhje, ndjejmë se gjithçka ka vendin dhe kohën e vet. Pamjet e maleve të larta që ngrihen mbi horizont nuk janë thjesht spektakël vizual. Ato kanë një simbol i durimit, qëndrueshmërisë dhe ekuilibrit të natyrës. Një mali nuk vrapon për të arritur majën. Ai qëndron i qetë duke pritur çdo stin dhe çdo ndryshim. Ndërsa shikojmë këtë madhështi, stresi ynë fillon të zbehet. Fryma ngadalësohet dhe mendja ndjehet të çliruar. Pyet janë një tjetër sekret i natyrës që shëron. Tekët e pemëve që përkunden nga era, gjetha që shkëlqejnë në dritën e diellit, tingulli i kafshëve që lëvizin me kujdes. Të gjitha këto krijojnë një simfoni të heshtur. Ky ritëm i butë dhe i vazhdueshëm është një mjekim i padukshëm për mendjen e mbinkarkuar. Ai na mëson se çdo gjë ka kohën e vet dhe qëndrueshmëria lind nga durimi. Kafshët e egra ose të lira janë pjesë e këtij sekreti. Një drerë që ecë ngadalë nëpër livan, një ari që pushon në hijen e pemëve, një zog që këndon mbi degën e pemës, të gjitha veprimet e tyre na mësojnë thjeshtësinë. Ato nuk kanë menduar për stres, konkurrencë ose frikë. Ato veprojnë sipas instiktit dhe ritmit natyror dhe kjo gjeneron paqe. Pamjet e liçeneve të qeta janë një tjetër element që shëron. Pasqyra e qiellit mbi ujë duket e heshtur, por ajo ka fuqinë të largojë mendime shqetësuese. Kur i shikojmë ato, ndjejmë se edhe ne mund të jemi të qetë dhe edhe ne mund të reflektojmë pa tension dhe të gjejmë ekuilibrin tonë të brendshëm. Natyra nuk na kërkon të bëjmë diçka për të marrë këtë shërim. Ajo thjesht ekziston dhe ne mund të përfitoni duke shijuar atë. Një gjest i thjeshtë, të shikosh, të dëgjosh, të ndjesh mjafton për të ndjerë efektin qetësues. Tingujt, ngjyrat dhe lëvizjet e natyrës janë terapia më e vjetër dhe më e fuqishme që ekziston. Në heshtjen e natës, kur yjet ndriçojnë qiellin dhe hëna pasqyron dritën mbi malet, dhe pyet sekretet e natyrës bëhen edhe më të dukshme. Kafshët që jetojnë lishëm, ujë që rrjedh i heshtur, era që përkund pemet, të gjitha këto formojnë një botë që shëron pas një përpjekje. Ajo na mëson se shërimi nuk vjen gjithmonë nga veprimet tona. Shpesh ai vjen nga pranimi dhe vëmendja e qetë ndaj asaj që është përreth nesh. Kur dokumentari përfundon, shikuesi mbetet me një ndjesi të thellë paqeje. Pamjet e natyrës, qetësia dhe ritmi i saj i heshtur ka larguar tensionin, kanë qetësuar mendjen dhe kanë rikthyer shpirtin në ekuilibrin e vet. Kjo është forca e pamjeve që shërojnë, një kujdes se natyra me sekretet e saj të heshtura është gjithmonë mjeku më i mirë për shpirtin dhe mendjen.